Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Adioni u shpreh se ka kontaktuar me familjarët e Olës, vëllai i saj e nxjerr bllov publikisht. Deklarata e fundit e ish konkurrentit të firmës Adion Puka duket se ka sjellë reagimin e menjëhershëm të familjarëve të Olës. Në një intervistë, Adioni u shpreh se pas daljes nga formati ka pasur komunikim me familjarët e Olës dhe la të kuptoj se raporti i tyre po shihet me sy pozitiv nga të dyja familjet. Kam folur me ta, kam folur edhe familjarët e mi para meje, deklaroi ai duke shtuar më tej se dëshiron të vazhdoj njohjen me Olën edhe jashtë formatit. Pas qarkullimit të këtij lajmi, bëhet me dije dhe një reagim nga familja e Olës, konkretisht nga kunata e saj e cila është shprehur në emër të bashkëshortit, pra vëllait të Olës. Në mesazhin e dërguar, ajo mohon kategorikisht çdo kontakt mes tyre dhe Adionit apo familjarëve të tij. Përshëndetje, ky është një lajm i rrem. Fabiane Lezaj, im shoq, nuk ka takuar as kontaktuar as një familjar të Adionit dhe as atë personalisht. Çdo pretendim nga ana tjetër është gënjeshtër. Faleminderit, shkruhet në mesazh. Më tej ajo shton se familja nuk dëshiron të përfshihet publikisht në këtë histori, por është ndjerë e detyruar të reagojë pas deklaratave të bëra publikisht. Po flas në emër të bashkëshortit tim se nuk dua që emri im të përfshihet dhe sinqerisht nuk duam të përfshihemi si familje, por nga që po bëhen deklarata duke na përfshirë, edhe ne u ndjem të detyruar t'i përgënjeshtrojmë. Vijon reagimi i saj.